Në prag të ndërrimit të viteve, teatrot e institucionet kulturore shqiptare do të sjellin një panoramë të pasur artistike. Nga baleti klasik i Krishtlindjeve në teatrin e operës dhe baletit, tek shfaqjet në teatrin kombëtar, atë eksperimental apo edhe në teatrin Metropol. Çdo shfaqje do të jetë një mundësi për publikun të përjetojë botën e artit. Nuk do të mungoj arthyesi, i cili për 6 net do të shfaqet në teatrin kombëtar të operës baletit. Kemi disa ide për të realizuar dhe operën si gjini në qytetet tjera. Do të jetë me të vërtetë pavarësisht kushteve që ndonjëherë janë të vështira për të realizuar një opera në një qytet tjetër, aq më tepër do të dëshironim që të realizonim një opera në ambiente të hapura. Një ofertë kulturore të pasur ofron edhe teatri eksperimental Kujtim Spahivogli. Jemi përpara 3 premierave, një premier për fëmijë, Buffalo dhe 2 premierave për të rritur, të cilat janë i huaj. Do të kemi Djalin e Zellerit, me këtë rast në mbyllim dhe trilogjin familjare të këtij autorit. Programet e fundvitit do të jenë një kombinim i shfaqjeve të mëdha, recitaleve dhe koncerteve speciale për fëmijë apo edhe të rritur, duke e bërë këtë periudhë edhe më festive për çdo.